Unë quhem Sokol Prenga dhe do të përgatis sot për ju një ëmbëlsirë shumë të thjeshtë, por shumë të shijshme. Origjina e saj është nga jugu i Shqipërisë, e përdor pjesë e Vlorës edhe pjesë e Labërisë. Ajo përgatitet në disa forma të ndryshme, por unë kam zgjedhur njërin, të cilën e kam mësuar në një shtëpi të miqve të mi nga nëna e mikut tim në radhim, dhe bashkë me të ne kemi përgatitur një herë bashkë dhe unë që nga ajo ditë e përgatis në të njëjtën formë. Ajo quhet revania e Vlorës, që është e pjekur në furrë. Për të filluar revaninë e Vlorës, hapi i parë është sheqeri, i cilin do ta karamelizojmë në një tenxhere. Procesi është i thjeshtë fare. Hedhim të gjithë sasinë e sheqerit dhe më pas një sasi të vogël uji. Për të karamelizuar sheqerin, e lëm që zjarri të bëjë punën e tij. Nuk e prekim në asnjë moment me lugë ose me një sen tjetër. E lëm, ai dal ngadalë uji që kemi hedhur avullon dhe sheqeri karamelizohet. Fillojmë procesin tjetër, e cili është nisë shteja, që do ta tresim në ujë. Një pjesë të ujit e hedhim në tasin ku do tresim nisë shtën, ndërsa pjesën tjetër e hedhim në një tenxhere tjetër për ta ngrohur, që ndërkohë që do t'ja hedhim karameles, mos të krijohet një shtres, pasi sheqeri në prani të një temperature më të ulët se sa ajo që ka, fillon ngurtësohet pak. Kështu që ne përdorim një pjesë të ujit, do ta hedhim të nxehtë, ndërsa pjesën tjetër do ta përdorim për të tretur nisë shtën. Sigurohemi shumë mirë që nisë shteja është e tretur krejtësisht, nuk ka krijuar kokra, pasi çdo kokër në prani të një temperature shumë të lartë fillon të ngurtësohet, mblidhet, jo ngurtësohet, dhe pastaj krijohen toptha të vegjël, të cilat nuk e kemi shumë të lehtë për t'i tretur. Pasi shohim karamelen që ka marrë ngjyrën që ne e duam, të bukur, të kuqërremt, nuk e lëm më tutje, pasi sa më shumë rri. Karameli në vetvete gatuhet edhe kur ne kemi fikur zjarrin, kemi fikur zjarrin dhe karameli vazhdon gatuhet. Ujin siç e kemi të nxehtë, do ta hedhim ngadalë. Dhe e vëmë sërish në zjarr. Të gjithë këtë proces të ujit të nxehtë që e hodhëm në karamele bëm thjesht që karameli që ne kishim bërë mos na ngurtësojë, mos na krijonte kokra. Krijimi i kokrave do të na bënte që ne do të na zgjaste të gjithë procesin e punës, do të na zgjaste shumë. Pasi do duhet që dal ngadalë në zjarr karameli të tretë e etj etj. Tashi kur kjo vlon, ne kemi e përzihem shumë mirë nisë shtën, edhe hedhim brenda tretësirës ku kemi karamelin edhe ujin e nxehtë. Efekti është i menjëhershëm. Nisë shteja fillon të mpikset në praninë të nxehtësisë, fillojnë krijohen pjesët e para të mpiksura të bukura dhe përzierja është gjithmonë ngadalë, duke u munduar për të marrë të gjitha qoshet e saj, duke mos e lënë të ngjitet poshtë. Kur e shohim që ajo është mpiksur krejtësisht, e fikim pak zjarrin dhe fillojmë procesin ton të tretë, duke i hedhur pak nga pak gjalp, pasi duhet ta lënë të gjithë masën që ta përthith. Kështu që duke hedhur në copa të vogla, i japim mundësi që të tretet ngadalë dhe fillon edhe masa jonë do të marrë shkëlqim, dhe në këtë mënyrë vazhdojmë derisa kemi hedhur të gjithë sasinë e gjalpit. Dhe tash është momenti që kur ne jemi drejt fundit, gjithmonë mjaltin e hedhim në fund. Pasi sa më shumë përpunohet në temperaturë të lartë, humbet aromën e humbet. E lëm që temperatura të bëj punën e vet, e lëm që të gjithë përbërësit të fillojnë mblidhen me njëri tjetrin dhe të krijojnë një masë të njëjtë. Të fundit fare që do të bëjmë janë bajamet. Bajamet i kemi marrë përpara, siç janë kokor, i kemi hedhur në ujë të nxehtë, të vluar për diku 30 sekonda deri në 1 minutë, varet nga mosha bajames. Më pas i kemi hequr cipën, krejtësisht, i kemi tharë pak dhe unë i kam kaluar pak në furrë. 7 minuta maksimumi në furrë me 170 gradë, thjesht aty i thahet uji i tepërt që ato kanë dhe rikthehen edhe një herë siç janë të forta. Për të hedhur revanisë
i presim me thik, jo shumë holl. Mund t'i bëjmë dhe me një mixer, po unë do të preferoja thikën, pasi thika krijon copa të ndryshme, matësi të ndryshme gjatë përjes, nuk i bën njësh ose nuk i bën pluhur. I përziej mirë të dyja, masën tonë edhe bajamet. Tash i vjen dhe pjesa kur ne do ta hedhim të gjithë masën që kemi, do ta hedhim në enën ku do ta pjekim. Mjafton të shikojmë ngjyrën që ka marrë karamelet të bukur bashkuar me bajamet, aromet e mrekullueshme të mjaltit edhe të gjalpit. Tash është hapi i fundit ku ne do ta pjekim në furrë, pasi saç nuk kemi. Do të ishte më mirë të ishte në saç, po edhe furra do të bëjë një punë shumë të mirë. Do ta lëmë furrë derisa ajo të marrë një faqe, më pas do ta lëmë të pushojë pak, do ta presim dhe shijojmë.